Pranvera po dëshmon edhe një herë natyrën e saj dinamike, duke sjellë një përzierje në mod të paqëndrueshëm që lëviz me stabilitetit dhe pasigurisë atmosferike. Kjo situatë jo vetëm që kërkon kujdes në planifikimin e aktiviteteve ditore, por edhe rikthen vëmendjen te nevoja për informim të vazhdueshëm mbi parashikimet e motit. Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka njoftuar se nesër 13 prill 2026 e martë do të ketë mot me vranësira të ndryshueshme dhe periudha me diell, ku sipas tyre pasdite dhe gjatë natës në pjesët jugore dhe perëndimore do të ketë rreshje lokale shiu. DPHM ka theksuar se do të fryjë erë mesatare, ndërsa në vende për gjatë vardarit erë përforcuar nga drejtimi juglindor me shpejtësi mbi 60 km/h. Në Shkup paradite me diell, ndërsa pasdite me vranësira të ndryshueshme do të fryjë erë mesatare deri e përforcuar nga drejtimi juglindor, njofton DPHM. Ndërkaq, të mërkurën DPHM cek se moti pritet të jetë me vranësira dhe me rreshje të her pas hershme lokale shiu, kurse ditën e enjte dhe të premten moti pritet të jetë kryesisht i njëjtë, me vranësira të ndryshueshme me rreshje të her pas hershme lokale shiu dhe kushte për paraqitje të izoluar të bubullimave, thekson DPHM.